Numri I viktimave në aksidentet rrugore në Ballkanin Perëndimor ra me 2.9% gjatë vitit 2024, por ritmi I përmirësimit mbetet poshtë objektivave të vendosura për vitin 2030. Sipas raportit të sapo publikuar nga Komuniteti I Transportit për vitin 2024, në 6 vendet e rajonit u regjistruan gjithsej 1225 humbje jete, nga 1261 një vit më parë. Shqipëria shënoi një ulje prej 8.9%, duke regjistruar 175 viktima, nga 192 në vitin 2023. Rënje të numrit të viktimave raportuan dhe Bosnia dhe Hercegovina, Kosova dhe Malizi, ndërsa situata është përkeqësuar në Maqedoninë e Veriut dhe Serbi, ku janë regjistruar rritje respektive prej 11.8 dhe 2.2%. Raporti tregon se megjithse trendi është pozitiv, Ballkani Perëndimor mbetet larg standardeve të Bashkimit Evropian. Në vitin 2024, rajoni regjistroi nivele të vdekshmërisë shumë mbi mesataren e BE-s prej 45 viktimash për 1 milion banor, duke u përballur me problematika të theksuara si mungesa e mbikëqyrjes, mjetet e vjetëruara, shpejtësia dhe mosvendosja e rripit të sigurimit. Komuniteti I Transportit thekson se vendet e rajonit nuk po ecin me ritmin e kërkuar për të përmbushur objektivin rajonal, reduktim me 25% deri në vitin 2027 dhe 50% deri në vitin 2030. Aktualisht niveli I zbatimit të planit rajonal të sigurisë rrugore vlerësohet vetëm në 55%. Raporti kërkon forcimin e institucioneve përgjegjëse, harmonizim të legjislacionit me direktivat e Bashkimit Evropian, investime në infrastrukturë më të sigurt dhe përmirësim të sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Sipas dokumentit, vetëm me një qasje të integruar safe system, vendet e Ballkanit Perëndimor mund të arrijnë objektiva dhe të shpëtojnë më shumë jetë.